Plazhi i Zvërnecit, një nga destinacionet më të rëndësishme turistike në Vlorë, paraqitet në një gjendje të papërshtatshme në prag të sezonit veror. Ndonse jemi në fund të muajit mars dhe përgatitjet për sezonin turistik duhet ishin në fazat e tyre përfundimtare, zona vijon të jetë e mbuluar nga mbeturinat e sjella në breg gjatë gjithë muajve të dimrit. Sipas vëzhgimit të kryer nga televizioni 6+1 Vlora në terren, mbetjet e deposituara përgjatë vijës bregdetare janë të shumta dhe të larmishme. Ato përfshin materiale plastike, mbetje druri, alga të kalbura, si dhe mbeturina të tjera urbane që janë transportuar nga deti si pasojë e motit të përkeqësuar dhe dallgëve të forta gjatë sezonit të dimrit. Në shumë zona të plazhit, këto mbetje kanë krijuar grumbullime të dukshme, duke e bërë mjedisin jo vetëm të papërshtatshëm për pushuesit, por edhe problematik nga pikpamja higjienosanitare. Pastrimi i plazhit duhet ishte ndërhyrje prioritare nga institucionet vendore, sidomos në një zonë që konsiderohet si një nga pikat kyçe të turizmit natyror. Mungesa e ndërhyrjes deri në këtë periudhë krijon një imazh negativ dhe rrezikon të ndikojë drejt për drejt në numrin e turistëve gjatë muajve të verës. Nga ana tjetër, Bashkia e Vlorës dhe ndërmarrjet përgjegjëse për pastrimin publik nuk kanë ndërmarrë ende një aksion konkret për pastrimin e kësaj zone gjatë periudhës dimërore. Deri më tani nuk ka pasur lëvizje për nisjen e një plani pastrimi apo për masa të menjëhershme për rehabilitimin e vijës bregdetare të Zvërnecit. Situata të tilla janë të përsëritura pas çdo dimri për shkak të rrymave detare dhe rreshjeve që sjellin mbetje nga zona të ndryshme. Megjithatë, menaxhimi i mbetjeve kërkon ndërhyrje të rregullta dhe të planifikuara, sidomos në zona me rëndësi turistike. Pastrimi duhet të nisë menjëherë pas përfundimit të stinës së dimrit, në mënyrë që plazhet jenë të gatshme për vizitorët në kohën e duhur. Përveç ndikimit në turizëm, prania e mbeturinave në bregdet përbën edhe një kërcënim për ekosistemin. Plastika dhe mbetjet e tjera mund të dëmtojnë jetën detare dhe të krijojnë pasoja për biodiversitetin e zonës së Zvërnecit, e cila njihet për vlerat e saj natyrore dhe peizazhin. Në mungesë të një reagimi nga ndërmarrja e pastrimit, mbetet për tu parë nëse ditët në vijim do të sjellin ndërhyrje konkrete për pastrimin e plazhit. Me afrimin e sezonit turistik, presioni rritet, ndërsa qytetarët kërkojnë masa për rikthimin e zonës në standardet e duhura.